Ndërsa ato që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Të gjithë dëshmojmë se Allahu është i vetëm i bashkëtor në adhurim, në krijim, në sundim dhe në gjithçka nuk ka të ngjashëm me krijesat e tij veçantë. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na çoi në Kur'an, dalluesi të vërtetës nga shtrembra deri në ditën e gjykimit. Mëshira Allahu të qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që e kanë ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira Allahu të qoftë edhe për mbi të gjithë dashur. Allahu na falënderoj që na bashkoi në këtë ditë xhumaje. Ajetin që e përmendëm për xhumën e sotshme, sigurisht që e kemi përmendur edhe herë tjera. Allahu ju drejtohet besimtarëve dhe ju thotë: o ju që keni besuar, mos hyni në shtëpitë e tjerëve pa kërku leje dhe pa i përshëndet banorët e asaj shtëpie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur të shkoni tek një shtëpi, kërkoni leje për të hyrë aty. Po herën e parë tha jepni selamin. Sigurisht që kemi të bëjmë me rregulla të larta morale. Do të thonë njeriu, besimtarja, duhet pajiset me morale të larta. Jo vetëm këto, na ka mësuar Allahu xhallahu, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si të hapur ushqimin, si të ulemi, si të ngrihemi, si të flejmë, si të qeshim, si të sillemi me mikun, me shokun, me komshiun, kudo, në rrugë, në punë, kudo. Dhe me thonë nuk kalon hapësirë që ne të bëjmë mas qefit tonë dhe të bëjmë gabime. Por na ka treguar rregulla dhe morale të larta. Ai që i zbaton sigurisht do të ketë hajër të madh tek Allahu xhallahu për shkak se zbaton ato që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pse ka qenë rëndësishme hyrja tek shtëpia e tjetrit? Vallahi ne shohim që mas zbatimi këtyre rregullave ka sjellë pasojë të rënda në shoqëri. Apo thuaj se 99% e njerëzve nuk flasin me njëri tjetrin vetëm për këtë shkak. Me delësim shpejt veta, s'pët njeri, natën, ditën, kur të dojë, ata të që Zotin arrujt në pitë në dyshim, qërke pri këti e kom, në ka ardhë ditën që e përdhjen, të afrët për e kom. Allahu që në shënarë thotë s'ka, kujdes, edhe fëmijët e juj të marrin leje kur të në edhe fëmijët e juj. Jo hanë kështu, ka të mundesh. Mas hyni thotë për shëpit e tjerët, pa kërku leje. Përshëndetet me selam. Vallai, sigurisht e keni hallë dhe probleme për të kontaktuar me njëri tjetrin, nga më të ndryshme. Qoftë edhe për vizitë. Pa ndonjë gjatë madhe që vizitat ne kemi sunet bësh tek njëri tjetri. Por me kujdes dhe me sinqeritet madh. Të gjendesh para portës tjetrit është përgjegjësi e madhe. Përgjegjësi shumë e madhe. Do të thonë, do të kesh një justifikim. I e shok, i e mik, i e natën, i e ditën, një gjatë të kesh. Pra kur të shkosh tek shtëpia tjetër. Pra nëse i e shok mik, thret atje. Elhamdulillah kanë dalë dhe telefonat që e lajmëra me telefon. Munges telefonin, tërket aty ke porta. Edhe nëse të dhonë leja që me hynë kur dush e si dush, mas e shfrytëzohet leja. 1% shfrytëzohet. Sa vetëm mbrana portës, ja kom leje me hynë me dalë mbrana shtëpi, mas e shfrytëzohet gjithë. Gjysmën, qerekun asaj leje. Që të mos kesh pasojë të tërme, mos kesh keq kuptime.
keni parasysh, mos të kesh. Por nëse hesim me këtë që na thotë Allahu të lejë, me kujdes, mos hyni, pa u marrë vesh, pa lajmëru. Të shtej lajmëra me telefon, orë gjë e madhe në fare. A je në shtëpi, si je në shtëpi. Kjo ka të mirë të dojë. Po ka një të keqe që Allahu në rujt nëse rrajnë, marrohë. Aja është ke porta jote, ti i thonë nuk jam shtëpi, normalisht jetë ke shtëpia. Allah e ke strullohet, ma. Strullohet, ma. Pra mund gjinesh tek shtëpia e shokut e mikut e vllajt për të bënë vizitë. Kërko leje si mas sajtë e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lajmëroje, theve, i jepi selam, edhe je konform gjitha rregullat. Nëse je atje për të kryer punë, shohim që s'është bashkëshortje, ti duhet me pas kujdes. Në qoftë se është veç i grua në shtëpi, mos heve. E kisha të hapur të vorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mos u vetmas me nosën e vllajt. Pse i tha ja Resulullah? Tha, as i vdekje, tha. S'ka si lloj tolerance. Dhe nuk ka burr dhe gru që kanë drejtën e martesës me njëri tjetrin e mos tjetë shejtani i tretë. Po, mos flasim për gjëra të tjera, mos vetëm. Kam lani punë për të bërë se di, merr masa, ruaj vetën, ruaj dhe atë. Pasojët më tjetë shumë të qije, shumë të rëndë, parë u dhoshë. Unë o vlezën për qëjtë shumë si me i familje. Edhe vazhdojmë. Edhe si shë takua si herë ma të zotin e shpizë. A duke porta njështë, mrena portës. Edhe i ti, qëllojnë prej herës. Ai duke dalë, unë duke vinë. Ju betohëm, zotin. Imaginoni po ju pyesi unë, çfarë të thoshe nëse s'ke justifikim? Nëse s'ke arsye për të qenë ka ajo portë, çfarë do të thosh? Ai që vllajë, që mos e kisha as vlla, as shok, as mik, as komshi. Larg e kishte. 5-6 kilometra larg. Çfarë do të thosh? Ai e hap nga mrena, unë nga jashtë. Selam aleikum, si u dhe, mirë, faleminderit, edhe ju mirë. Që po e lejnë pakët, për gurën e qomshit të. Si mund të marrësh guximin të shti, e të shkësh ki shpeja ujë? A imaginoni? Si mund të justifikosh nëse s'ke diçka? Po them, edhe ka i që e ke vllavët që një, derë, do të kesh i justifikim. Pa deshe me i shpëtu të keqës. Apo pa deshe me i shpëtu dhe asaj që mund të ketë bëhë dikush tjetër, edhe Zotin e rujtë që e pagodin. A kërkojmë që në vetë ta të t'jesh i regu. Këto mos të tolerojnë. Ja. Mos të